Ndërtimi i një pende në lumin Ndri po del të jetë një kërkesë e vazhdueshme, por që po has në vesh të shurdhër tash e sa kohë. Ish kërcyesi nga ura e fshajt Kujtim Gorani po e sheh shqetësuese mungesën e pendës, pasi sipas tij ndërtimi i saj do ta bëjë Drinin vend rekreativ. Shumë gjana, janë shumë pika këtu që duhet me përmend. Po pikë parë po nisim të kjo që shihni këtu, kjo pende. Është që sa vite është për fol të ndërtohet kjo edhe të ndryshon ambienti. Se me të vërtet të ndryshon me marrimin e kësaj pune, do të ndryshon shumë këtu. Mënej, edhe populli gjakuvartë, ku të dinë, këtë rreth i këtuit, dojnë diçka, dojnë një vend ku mu relaksua. Kjo është vendi ma adekuat që s'ka. Nuk ka mo si ujnë të ndotën e këto. Nuk ka mo qysh në fillim mas luftës që nisin me ndotë ujnë me këtë diunë. Tash është pastru kjo vend këtë. Është më katë me shku diku tjetër, kur e ki Bregdetin që. Për para kemi qytë Bregdet. Që s'kemi pas ku me shku. Me shku në Greqibon vë ki. Po, këtu kemi pas Bregdetin. Si një i thar i sportit, Gorani thot se lënia pasdore e urës së fshajt, po shkakton edhe humbjen e traditës 70 vjeçare në kërcimin nga ura e fshajt. Sidomos, po flas për sportin, se jam i thar i sportit në gjitha lamit. Gjakova met shumë mas me sport. Të marë, tash mës t'i përmenit gjitha, po nisë në vëq nga që kjo është si, në thuajmë, është e fshajt, për që ta është e fshajt, ura shajt, të manë. Se që 70 vite me hup për një kohë të shkurt, me hup gjithë këtë tradit këto që unë nuk me marë pa me mend këtë punë, është shua, ja. Mërë më mend me 3 kërcys, kemi marë pjesën në gara, që s'ka bova ki kur. Mbetet të shihet sa do të investohet në ndërtimin e pendës apo lumi Ndri si një rekreacion për Gjakovën dhe vendet përreth, të mbetet vetëm një ëndër.